Pas tërmetit që goditi Myanmarin, Kombet e Bashkuara kanë apeluar për fonde shtesë prej $275 milion për të plotësuar nevojat e rreth 1 milion njerëzve në Myanmarin e prekur nga tërmeti. Sipas mediave të huaja, programi ndihmës humanitare u vlerësua më parë në më shumë se $1.1 miliard, duke synuar të mbulojë nevojat prej 5.5 milion euro për banorët, si prioritet nga 19.9 milion që kanë nevojë për ndihmë në të gjithë vendin. Sipas OKB-s, më shumë se 6.3 milion njerëz kanë nevojë urgjente për ndihmë në zonat e Myanmarit, që u goditën me rënd nga tërmeti, me magnitudë 7.7, që goditi vendin me 28 mars. Kjo është 2 milion më shumë se ata që kishin nevojë për ndihmë para tërmetit, i cili vrau më shumë se 3.600 njerëz. Në këtë kontekst, OKB-ja kërkon fonde shtesë prej $275 milion për lehtësimin e 1.1 milion banorëve të cënueshëm. Kina premtoi $137 milion shtesë për të siguruar ushqime, ilaçe, shtëpisë dhe për të paguar grupet e ekspertëve mjekësor. Tërmeti me magnitudë 7.7 ballë Richter goditi Myanmarin qendror me 28 mars në një thellësi prej 10 kilometrash. Ai u pasua pak minuta më vonë nga një pas goditje me magnitudë 6.7 ballë. Instituti Gjeozizmik Italian tha se goditja kryesore ishte 300 herë më e fuqishme se ajo e Amatriç në vitin 2016.